nuk ka imponim në martesë. Pra burri, djali, s'mund të martohet me një vajzë, me një grua të cilën nuk e pëlqen, dhe po kështu e kundërta. Vajza nuk ka pse të martohet me dikë që nuk e pëlqen për bashkëshortin e saj të arshëm. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot, gruaja e cila ka qenë e martuar më parë dhe tashmë do që të martohet, nuk martohet derisa ti merret mendimi. Dhe po kështu vajza e virgjër nuk martohet derisa ti merret leja. Than sahabët wama idhnuha, cila është leja e saj? Tha heshtja e saj. Pra dihet që vajza e cila nuk ka qenë më parë e martuar është më e turpshme, për këtë arsye ajo mund të hesht, siç mund ndodh në shumë familje. E pikërisht heshtja e saj tregon pëlqimin e saj. Po kështu prej kushteve të martesës është se në aktin e martesës apo ai i cili jep aprovimin e vajzës është kujdestari i saj. Ky kujdestar i cili pra waliu i vajzës, kujdestari i vajzës i cili ruan, mbron të drejtat e vajzës apo të gruas. Ndaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thot la nikaha illa bi wali. Nuk ka martesë të lidhur vetëm se me anë të kujdestarit të vajzës. Po kështu thot në hadithin tjetër, çdo grua e cila marton veten e saj pa kujdestarin e saj, martesa konsiderohet e pavlerë.